lutë Zotin pa prites në çdo mbron. Assalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që po na ndiqni në këtë transmetim të drejtë për drejtë në radion Dituria Islame dhe jemi në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Dhe në këtë pjesë të tretë të këtij programi do të flasim për kultivimin e kulturës së dhënies apo solidaritetit social. Kjo është tema e tretë ose përmbajtja e tretë e këtij emisioni për sonte. Kështu që ne pa humbur kohë do të kalojmë fjalën tek doktori për të nisur edhe ligjëratën në këtë pjesë të programit. Faleminderit, nderuar javni. Mirë se vini vëllezër dhe motra të ndershme, shikues të ndershëm, në pjesën e tretë të këtij emisionit. Në dy pjesët e para pam, të thotë Kur'ani ka lidhje të ngushtë me jetën tonë. Udhëzon ka më e mira, çka është më e shëndosh, më e sigurt. E pam pjesën e parë aspektin emocional gëzimit dhe hidhrimit. E pam pjesën tjetër mërzisë dhe frikës dhe pikëllimit. Dhe u mundum ta zbërthejmë me disa shembuj aktual këto probleme sot bota që po kanos apo që po jeton me këto probleme. Aspektin individual po dhe shoqëror. Tani ne kemi para veti këtë gjithësi, këtë univers. Kemi para veti jetën tonë, kemi njeriun dhe solidaritetin. Për më kuptu këtë çështje më mirë, tani këto formula që ka po i sjellin, këto harta, së pari paqja individuale duhet me qenë ajo prezente, ajo primare. Pas paqjes individuale, rregullimi shpirtëror të individit, të personit, qetësimit e tij psiqik dhe shpirtëror. Kjo reflekton në familje. Pas paqes dhe mirëkuptimit dhe qetësisë shpirtërore dhe psiqike familjare, kjo pastaj rezulton që edhe të ekzistojë paqja sociale apo shoqërore. Rahatia dhe mirëkuptimi. E kur individi, familja dhe shoqëria jetojnë në paqe, atër barazi rezultati del paqja globale, rahatia globale. Dhe mbani mend këtë thënie që s'ka paqe në botë, s'ka paqe, s'ka rahati në botë. Profesor Sejid Kutbi, rahmeti pa shpirti, komentatori shuar i Kur'anit, po ka thënë s'ka paqe në botë, përderisa zemra dhe shpirti i individit nuk e përjeton paqen. Prandaj apelojmë të madhe në të gjitha institucionet edukative arsimore, fetare, politike, mundohuni që të punojmë me këtë hartë. Ta sigurojmë dhe thot një paqe shpirtërore të thot të individit, të banorit, të popullit, si njeri, pa dallim ngjyre, race dhe feje. Atë ta sigurojmë. Ai pastaj të ketë një familje ku të ketë pikëzim, një rahati psiqike, larg gajleve dhe depresionit dhe mërzisë dhe pikëllimit. E pastaj familjet, pasi që t'jenë paqe, që edhe shoqëria të ketë ato jeteset kushtet minimale apo të kushtet e duhura të jetës, po shprehim kështu, kushtet normale për një jetë normale do të thotë. Po. E kur rregullohen gjitha këto gjëra do të thotë, individi, familja dhe shoqëria, atëherë vjen edhe paqja globale në aspektin nacional, në çdo shteti kombëtar, pastaj në aspektin rajonal, po edhe pastaj edhe ndërkombëtar, internacional. Përndryshe, s'ka do thotë qetësi, s'ka rahati, gjithmonë ka mos sjell do thotë vota, si ai guri i mullinit do thotë që ka me sjell uji,
me probleme, me gale, pa ndalje, hiç thot, me interesa personale, me interesa organizative të ndryshme, me interesa të kompanive të ndryshme, me agenda të ndryshme, po pse harta nuk po respektohet, harta koranore nuk po respektohet. E çka po jep Kurani tani neve këtu do thot një alternativ, to ajetet që sot e kemi nxjerr kulturën, kultivimin e kulturës së dhënjes, thaqafet, el-infaq, gjuhën arabisht i thënë. Po, me dhënë fi sebilillah për rizat Zotit xhaleshanu. Dëgjoni këto ajete që e kemi zgjedhur, disa ajete vetëm. Po Allahu xhaleshanu thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Që do të thotë? Ata që japen nga pasuria e tyre, ata që nxjerrin nga pasuria e tyre. Shifni tash. Kultura e dhënjes, kultivimi i kulturës së dhënjes, që japin do thotë lëmosh, zeqat, japin. Shifni tash. Natën dhe ditën. Fshehorazi dhe haptazi. Fshehorazi dhe publikisht. Për ata ka shpërblim të Zotit i tyre, për ata nuk ka frikë as pikëllim. Ja, pra, ton problemi. Apo don me luftu frikën nga ardhmja? Apo don me luftu edhe pikëllimin, mos me pas pikëllim e mërzi për të kaluarën? Çu dhe jep. Po shifni edhe çka është një analizë sintaksore, gjuhësore dhe gjuhës arabe. Alladhina yunfiquna amwalahum. Ata të cilët japin. Është përdorur koha e tashme. Koha e tashme në gjuhën arabe, edhe gjuhën shqipe, gjuhë tjera, tregon për dinamitet, do të thonë për aktivitet, vazhdimsi, proces, ongoing proces. Ata të cilët do të japin pa u ndalë hiç, natën e ditën. Fshehorazi, po, nuk din askush, vetëm Allahu se çka bëjnë vepra tjera për izat Zotit, po ndonjëherë kur ekziston edhe nevoja, rasti, japin edhe publikisht. Domethënë, jep natën, jep ditën, jep fshehorazi, jep haptazi. Barazi, s'ka pikëllim, s'ka mërzi, s'ka gojnë. Kjo është një alternativë koranore, kjo është një zgjedhje koranore e fortë që sot solidariteti sot çka të aktivizohet, do thotë ngritet në këmbë të gjithë popullit. Po ata furaxhit që kanë fura tash, edhe ata mund në këtë aspekt me ndiku shumë, me kultivu solidaritetin. Po unë po shkoj po blej një buk në furë, e tash, ndoshta nuk kom marrë të i qatë gjendje të keqe, i tham ati furagjis që hakun për 2 buk, një buk, të marrë tjetërin, kush vjen, ai që ka nevojë le ta merr. Edhe ai tjetër çka vjen tani me blet. Po, 2 buk. Që e thot 2 për veti, edhe një le këtu, për atë cili ka nevojë me armë më. Po shkojnë në market. Po blej 1 litër vaj. E tani aty me atë shefin e marketit, me koordinu punë, që 1 litër për paguj, po edhe 1 litër për loqetu, për ata cilët kanë nevojë, vendoset një plakat, po edhe ata cilët me urujt derin, me urujt personalitetin, me urujt dhe me thonë njerëzin e tyre, mos misku që ata e marrin ata cilët kanë nevojë, pa kuptu asgjë. Po ata ka shesin pemë dhe perime, po njëjtën proces. Po ata qebaptorët, po ata gjeltorët, po ato kompani që kanë material ndërtimor. E kështu me radhë bre, i populli jeton pa përjetu frigën, pa përjetu galën, del nga depresioni, del nga gale, dhe thot, ku ta shese, tjetëri pja në gjithë dorën, tjetëri dhe thot, pja don të mirën, tjetëri po thot,
është zemër mirë, jo vetëm me fjalë, po edhe me çka, me punë. E sa na kemi sot njerëz që kanë pasuni, nuk ja u din skajën e pasunisë, e sa mall kanë, një zot e din sa kanë, e sa bëjnë harxhime pa nevojë për darsma, e për mendje madhësi, e për luks, e sa kera kanë, e sa tesha kanë, sa këmisha kanë, e sa pal këpuc kanë, e sa pal tjera, si gratë, si burrat. Po kështu brebo solidariteti. Po vjen mirë kur pisho disa video, do të thotë, sot do shoqata bë mirë se në Shqipëri apo të na, që po do thotë në Kosovë, që janë aktivizuar, mobilizuar populli. Allahu kabullu abam. Allahu kabullu abam. Mirë po na kemi mundësi ala më shumë ofruar. Nuk shkon vetëm një herë, një solidaritet, do më thoni një valë e solidaritetit, vetëm një erë solidaritetit çka me një kese me artikuj ushqimor. Po kjo jetë e përditshme është. Prandaj duhet gjithmonë të gjithë, po me pas parasysh dhe këtë gajle. Gjithmonë me pas të gjithë parasysh këtë gajle dhe këtë kulturë të solidaritetit. A për shifni tash do thot problemi, pandemia që na ka kapluar, do thot çka? Ka filluar bota do më thot populli më aktivizu para s'kam në orët. Po pak është, nuk është mjaft. Nuk është mjaft. E këtu po vjen Kurani, ata cilët japin natën e ditën. Haptazi dhe fshehorazi. Po, ata kanë shpërblim të Allahu, që leshanuhu, po, edhe ata nuk kanë me pas as frikë dhe as piklim. Po, moderator, vetëm preke një herë slajdin pak ato valte e shiju, do të del ma bukur mas përmish, edhe një preke shigjetën aty, do të dalin ma bukur dhe me thënë Korani, Allah i trujte. Prandaj, shifni ajeti tjetër çka më na thot, pas këtij ajeti. Allahu xheleshanu, ata cilët i japin për izat Zotit xheleshanu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugët e Perëndisë. Shembulli i tyre çka është? Çka po thot? Allahu, ata shembulli i tyre është e shembullojnë atij që mbjell një kokër drith, nga cila dalin 7 tjera kallin, dhe në çdo kallin nga 100 kokra tjera. Perëndia ja shton shpërblimin më tepër atij që e don, se Perëndia është i gjithdijshëm dhe mirëbërës i madh. Shifni domethënë, ti jep një herë dera e dhënjes, shifni pastaj peni kallirit çka bën madhnia Allahu xheleshanu sa bereqetin ta sjell. 7. Ishte vështirë pak edhe me kuptu këtë ajet kuranor derisa u lumtum, po subhanallahu kur po shohim me të vërtet çfarë shifni edhe para vetit do të thotë që kanë mbi me një kokër kalliri, prandaj 7 tjera kanë mbi, subhanallahu, çka do të thonë bereqeti. E sadakën, zeqatin, ndihmën, që e blen buka për 2 veta, pejgamberi alayhis salam ka thënë është mjaft, po për 3 veta, buka për ushqime për 3 është mjafton për 4. Këtu do të mobilizohemi të gjithë. Ta kultivojmë të gjithë solidaritetin, kulturën e dhënjes, kulturën do thotë e futjes, gëzimit zemrave atyre skamnorëve, ata që s'kan. Po, kështu ka qenë shoqëria e pejgamberit alayhis salam sahabeve, kështu ka qenë vetë pejgamberi alayhis salam, kështu ka qenë vetë edhe gratë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sa herë që ka bë buk dhe gjell në një herë, rall me mish, po i ka thënë pejgamberi alayhis salam, i ka thënë, po në njërës prej grave, ku ka qenë dhe thëtë, po, shtoja një pak langun, gjellën ma shumë, në kur zinin dhe një copë misha më dhe një kocë, pse? Për mja uqu edhe shinve, pëjshive që i kemi. Shift, rall herë ka një ushqy me mish, diqka, po shtonë pak ma tepër, diqka, për me qu dhe diku.
me kulturë, me kultivimin e kulturës së dhënjes të mashkullit e femra, të i madhit, të i vogli, të i riu, të plaki, na sigurojmë garancion familjes tonë, shpirtit tonë, mallit tonë, pasunisë tonë, fëmijëve tonë. Me këto largohet belaja, me këto largohet smundjet, me këto largohet depresioni, me kulturën e dhënjes largohet gjitha galit me izën të Allahu xhaleshanu. Pse? I ke gëzu dikam, edhe Allahu ty jetë gëzon. E prandaj, mendoni mirë për këta formula kuranore. Dhe së fundi përfundojmë ajetin kuranor, ata cilët japin, ata cilët shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Perëndisë. Domethënë, kur e shpenzon, mos e bën për reklamacion, mos e bën diçka do thotë për sy e faqe. Por në jetën kohë edhe mos e bën do thotë për hyrje. Edhe po bën mirë, edhe po fol. Edhe po bën mirë, pastaj edhe po prish, domethënë me kritika, me hyrje. Ata cilët do të shpenzojnë pasurinë në rrugë të Allahu xhaleshanu, po vetëm për Allah, jo për reklamacion, jo për sy e faqe, jo për do thotë për publicitet, po ata kanë me pas shpërblimin e madh të Zotit tyre. E për ata, edhe një herë dëgjoni mirë fundi i ajetit, nuk ka frikë as pikëllim. Mos u friko. Do të jetë e mira ardhmja, bënu optimist, po pse ti vetë je optimizëm, ti po mbjellish optimizëm, ti po mbjellish po myshde, e ti po mbjell mendime të mira, ti po mbjell do thotë gëzim në zemrat e njerëzve, pastaj edhe me izën të Allahu xhaleshanu, çka? Edhe ky gëzim do të vjen. E sot kemi më shumë se çdo herë nevojë që ti kultivojmë këta vlerat koranore, që jeta jonë të jetë me Kur'an. E sidomos tani, po vjen Ramazani, sidomos tani muji i bereqetit e i sadakas, e i zekatit, e veprave të mira të ndryshme, po prizat Zotit xhaleshanu. Me gëzu dikon me një iftar, bre. Dikush që nuk ka. A dini çfarë sevapi ka? Sa ka shpërblimaj që i ka gjinu dhe ti ki qaq. Prandaj, të jetë motoja jonë, të jetë, të thot, logoja jonë, po kultivimi i kulturës së dhënjes. El-infaq fi sabilillah, për izat Zotit, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk fëdëm nga ju as falenderim, as shpërblim. Innama nut'imukum li wajhillah. Jo ushqejmë vetëm për Allah, u japim vetëm për Allah, vesh mbathje, ushqime. Çka na ka dhënë Zoti xhaleshanu, s'kena mi lën keq. S'kemi mi lën keq asnjëherë. Kjo thirrje universale, apel universal. Jo vetëm me dal para publikut e para mediave me një kese, dy kese, me disa 10-15 paku. Bre, duhet mu mobilizu. Këtë meti mu qun kambre. Këtë meti mu qun kambre. Edhe mi kontrolu këtë shatrat, bre. Mos me lë asnjë të varfër, bre. Mu rëndit ato kamionat me ushqime e me artikuj ushqimor e çka ka nevojë, bre. Tor po për neve për kohë sotit, sot çfarë kohë jemi du të jetuar, e sa jemi tu argjuar, e çka jemi tu bën lukse shtëpia, po i kemi bë pallate, e sot akoma do thot kemi njerëz skamnor, po. Andaj apelojmë që këtë kulturë, thaqafetul infaq, thaqafetu tadamun, kultura solidaritetit, kultura e dhënjes, ta kultivojmë, ja pra, ta e na këto alternativa koronore, moderne, të cilët tërë popujt kanë nevojë për këta. Tërë popujt kanë nevojë për solidaritet dhe për mja ngjit, do të thotë dorën kohë të krizave. Lusim Allahun xhaleshanu me na ndihmuar. Besoj që ishin qarta këto formulat kuranore, këto udhëzimet kuranore për ne. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft. Ju falenderoj për ndëgjim dhe inshallah shifemi në emisionet tona tjera të ardhshme. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam doktor, faleminderit shumë edhe për këtë pjesë të tretë të programit. Do të kalojmë në disa pyetjeve të dëgjuesve tanë, shkurtimisht për të dhënë edhe përgjigje atyre.
Të dashur dëgjues të radios së Dituria Islame, të gjithë ju që dëshironi të inkuadroni edhe me zë, mund të bëni thirrjet tani, do thotë tashmë janë linjat e hapura dhe komunikimi është i drejt për drejt me anë të telefonatave, do thotë në këtë pjesë të fundit. Doktor, një pyetje që vjen nga një prej dëgjuesve tanë thotë kështu. Selamu alaikum, përshëndetje për juve në studio, po ashtu dhe për doktorin. Edhe deshta të pyes doktorin si është halli me ata që janë të shëndoshë dhe mund të punojnë, a duhet edhe atyre t'u japim me do e mos, që do thotë ta çojmë solidaritetin ton deri në fund, apo janë të kategorizuar atyre që duhet t'u japim? Shqip, përgjigje kuranore për këta është në surën e Tobe, ajeti se s'gaboj 68, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Fillojmë me ato shkallëzimet kuranore. Do të thonë prioritet kanë në fuqara wal masakin, ata cilët janë të lodhën, ata cilët kanë pak. Pastaj ata cilët do thotë janë pak më të fortë apo më gjendje më të mirë. Ata cilët do thotë janë borxhli, s'më mundën me lajt borxhet. Ata cilët do të mu liru do thotë nga robëria, do të thonë 8 kategorinë përmendura në Kur'an, prizat Zotit, shkojmë me ato kategorinë e Kur'anit. Po edhe ata cilët do të jenë shëndoshë, nuk punojnë, mendimi im, edhe ashtu se kanë kuptuar mesazhin kuranor, i japim edhe atyre. Edhe atyre i japim, sepse nuk ku mujt me pa ndonjë tekst kuranor apo profetik që thotë mos i jepni atyre. Dikush kur shon do thotë, çka vetëm rasti Hazreti Umerë kur tregohet se në Medinë e ka pa një njeri duke në xhami i shëndosh e i fort, po çka babon ka thonë po falna, kush po të ushqen ty, po më ushqen pastaj Hazreti Umerë radhiyallahu anhu po me shkopin e tij, do thotë ka djegni 2-3 herë po mdo këtë apo e kam shu disa herë, ka thonë, nuk është koha ti me najtë në xhami, po ti është me punu. Mirë po, thënie kuranore, po nga Muhamedi alayhi selam, atyre që kanë të shëndosh, mos mi u dhonë, kështu nuk ka. Na japim të gjithëve, por prioritet kanë ata cilët janë të lodhur. Ashtu. Pyetje tjetër, thot këto këshillat të cilat i jepni për dëgjuesit tonë, thot si këshilla a janë të vlefshme edhe për ata që nuk janë musliman, apo këto dedikohen veçanërisht për muslimanët? Nuk e di, a na dëgjua doktor? Sa duket mund të kemi pak telashe me linjen me doktorin. Mund kemi pak probleme me Skype-in. Mirë, të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, jemi në transmetim të drejt për drejt, do të vendosim sërish komunikim me doktorin, jemi pas një ndërprerje të vogël, të çaj linjën e njëherë tek doktori. Radios Dituria Islame, duke tentuar që të rivendosim komunikim sërish me doktorin, për arsye teknike kemi pak probleme, do thotë në Skype. Sa duket mund kemi pak probleme me linjen me doktorin. Ju kërkoj falje, por riprovojmë sërish që të vendosim komunikimin pra me doktorin. Jemi komunikim online, do të thotë me Skype, edhe mund të ketë pak telashe me linjen e internetit. Provojmë edhe një herë të dashur miq.
sa duket do të mund të kemi në tentim e sipër duke tentuar që të vendosim sërish komunikim me doktorin, por mund të kemi pak probleme, do të thotë me linjen. Gjithsesi, ju të dashur dëgjues të radios Dituria Islame jeni në transmetim të drejtë për drejtë, pra në radio dituriaislame.com dhe po vazhdojmë sigurisht të jemi akoma drejt për së drejti duke tentuar që të rivendosim komunikimin me doktorin, mase mund të ketë probleme me linjën e internetit ose diçka e tillë. Gjithsesi, ky emision i sëntëm u transmetua në radio Dituria Islame, do thotë qoftë në Facebook ose YouTube, dhe të gjithë juve që na ndiqni ju ftoj që ti bani shpërndarje këtyre emisioneve, do thotë që të kujdeseni që këto emisione sa më shumë të kenë dëgjueshmëri dhe ju si dëgjues besnik të radios do thotë mund të jeni kontribues që këto emisione të cilat i realizojmë të jenë për të jenë të dëgjuara tek sa më shumë njerëz. Pra jemi në pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve të dashur miq dhe kemi një shkëputje me linjën mbase mund ketë ka mundësi që është ndërprer linja për shkaq të interneti ose është bërë një kohë gjatë që jemi në transmetim dhe doktori ka sinjalin që vije me audio dhe video është nëpërmes telefonit, mund të ketë ngele dhe telefoni pa bateri, gjithçka është e mundur, por ne do të tentojmë që të rivendosim komunikim me nëpërmes Skype-it me doktorin sërish edhe të vazhdojmë tek pyetjet tuaja të dashur dëgjues në këtë emision pra të sëntëm të cilin po përpiqemi që ta realizojmë së bashku. Gjithsesi, ju kërkoj mirëkuptimin tuaj duke qenë në transmetim të drejtë për drejtë, janë të mundura edhe këto shkëputje, por me shpresë që e kemi mirëkuptimin tuaj. Mirë, do të bëjmë një pauzë me një ilahi nga studio, ndërsa për gjithë ju që na ndoqët në YouTube, duke pas parasysh gjithmonë për shkak të drejtës autorit të ilahive, mund të ketë probleme në këtë sinjal, prandaj detyrohemi që të ndërpresim sinjalin në YouTube të pyetjeve dhe përgjigjeve. Nëse do të rivendosim komunikim sërish me doktorin, do të rihapim linje të re dhe ju do të mund të na ridëgjoni, do thotë nëse veç do të arrijmë që të vendosim komunikim me doktorin.